Do të vijojmë të diskutojmë për ekipet elektorale për zgjedhjet e 11 majit. Kam kënaqësinë të kem në një lidhje direkte në këto momente avokatin Besart Logu, gjithashtu edhe analistin e njohur Arben Meçe. Përshëndetje, mirë se vini në Breaking. Gëzuar ditën e verës. Gëzuar dhe ju. Dhe do doja një opinion tuaj në lidhje me listat e dy partive kryesore, tashmë çdo gjë është bërë publike, ka patur një interes të jashtëzakonshëm, por më në fund ethet përfunduan. Tashmë janë ndezur motorët e fushatës. Si e keni parë listat, zoti Meçe? Zgjedhjet që kanë bërë dy kryetarët. Duke mos i qëndruar individëve që janë në lista, po duke i qëndruar filozofisë së ndërtimit të listës, mund të konkludoj që ditën që u miratua në parlament një ligj i cili konfirmoi përfundimisht dhe i vuri vulën mekanizmit që 46 kandidat për deputet do të jenë listat e mbyllura dhe 140 do të jenë listat e hapura, pra u konfirmua përfundimisht prezenca e listave të mbyllura. Të nesërmen Rama ka dalë me artikulimin e tij të qartë politik që në listat e mbyllura Partia Socialiste do të bëjë një revolucion në këndvështrim që do të mbush listat e mbyllura me individ të rinj, me persona të cilët kanë rekorde brenda grupimit politik, por në ambientin politik për arsye të mungesës hapësirës nuk kanë mundësi që të ekspozohen. Kështu që në mënyrë të dhunshme që atëherë Rama doli me tezën që listat e mbyllura do t'i mbush me njerëz të cilët janë të rinj, ndërkohë të gjithë anëtarët e aktual të Partisë Socialiste që janë figura publike dhe që janë, të themi, politikanë të afirmuar të Partisë Socialiste që kanë mbi një mandat në Partinë Socialiste, do të dalin listat e hapura. Dhe kjo ishte një filozofi e cila në mënyrë konsekuente u pasqyrua në këto lista që shohim tani, dhe këto lista nuk janë gjë tjetër veçse konsekuencë e një qëndrimi të mbajtur 6 muaj 7 muaj përpara. Kur vjen tek listat e Partisë Demokratike, ballafaqohemi me një mungesë totale të inkoherencës të deklarimeve. Pse e themi gjë të tillë? Sepse në themel të artikulimit të Berishës për listat për deputet ishten primaret, dhe primaret do thonë që gjithë antarët dhe personat të cilët do të futeshin listat e mbyllura do të zgjidheshin nga elektorati, nga militantë e Partisë Demokratike etj. Më tej u pa që në proces ky qëndrim formalisht u bë, por realisht u cënuan në themel. Pse them u cënuan në themel? Sepse së pari u fiksuan një rreth absolutisht i ngushtë i Berishës, që vitin diku te 20 veta, të cilët menjëherë u futën në listat e mbyllura. Pastaj u konfirmuan aleatët dhe këta vajtën diku te 8 veta, që si rregull vajtën diku te 28 veta, vajtën direkt të futur në listat e mbyllura me urdhër. Mbetën diku tek jo më tepër se 20 vetë. Dhe për këta 20 vetë u bën primaret. Primaret nxorën rezultate. Dhe kur përpara se shpasin zgjidhjet këto listat, Berisha bëri një deklaratë çuditshme që tha vërtet u bën primaret. Po do kalojnë edhe në filtrin, po. Nuk janë ato vendimtarët, sepse do të jetë kontributi që do të caktojmë ne. Dhe kur dolën listat, ne pam ato çuditë e madhe që primaret u hodhën tej, kur personat cilët kishin rekorde, vërtet rekorde shumë pozitive në Partinë Demokratike dhe do ishte në nderin e Partisë Demokratike që ata t'i vendosen në këto listat e mbyllura, ata jo vetëm përjashtuan, por u denigruan në një formë të tillë që për të vërtetë cënuan absolutisht kontributin e tyre dhe në filozofi nxorën përfundimisht atë skem që këto lista nuk ishin as mbi bazën e kontributit, as mbi bazën e të shqyqyre primare, por ishin në themel të tyre qëndron besnikëria dhe qëndrueshmëria e këtyre personave të futur në listat e mbyllura ndaj Berishës. Qoftë do t'i lexosh pastaj në mesazhet që japin, mesazhi që jep Rama është që po jemi në kushtet e një fitoreje
që ne do ta mbështetin mbi elementin e ri, mbi rivitalizimin e Partisë Socialiste, ndërsa në krahun tjetër, mesazhi i cili tashmë po bëhet edhe më i dukshëm është që nuk do jemi në fitore, po do jemi një parti e cila do t'jetë shumë solide dhe shumë besnike ndaj Sali Berishës. Ja ta dëgjojmë pak edhe zotin Logu. Atëherë, ka patur disa syresh që e kanë konsideruar edhe si tallje veprimin e Partisë Demokratike me anë të primareve, sepse ata që kanë fituar bindshëm në primare nuk kanë rezultuar fare në listë mbyllur. Jo, mos e ço deri në fund se nuk qëndron fare. Dhe ajo çfarë tha zoti Meqe është në kuadrin e fushatës negativiste që Partia Socialiste ka zgjedhur të ndjek në këtë fushatë zgjedhore. Fushata negativiste konsiston në sulm ndaj Sali Berishës dhe në sulm ndaj Partisë Demokratike, sepse pas 12 viteve qeverisje nuk ka çfarë thot se ka bërë dhe nuk ka vullnet të thot se çfarë do bëj 4 vite të tjera. Kjo ishte sa për parantezë. Tani sa i përket primareve, nuk e di se zoti Meqe zakonisht në studio përgatitet, por nuk që ka konsultuar as me rezultatin e primareve dhe as me listën përfundimtare të kandidatëve. Që do të thotë, Denisa Vata në qarkun Dibër është e dyta më e votuara, është në listë mbyllur. Elda Hoti, po ashtu, Ina Zhupa, më e votuara e qarkut Vlorë, bashkë me Atirt Hoxhën, kryetarin e Degës Vlorë, janë 2 më të votuarit, të dy janë në listë mbyllur. Klodiana Çapja, e dyta më e votuara në qarkun Elbasan, është në listë mbyllur. Manjola Luku në Durrës, bashkë me Igli Carën, 2 më të votuarit e primareve i ke në listë mbyllur. Klevis Balliu, i dyti më i votuari në qarkun Tiranë, është në listë mbyllur. Pra, përveç qarkut Kukës dhe qarkut Gjirokastër, që kanë në total 3 mandate dhe si rezultat kanë listë mbyllur vetëm 1 mandat, që praktikisht janë drejtuesit politik, në 10 qarqe tjera, kryesuesit e listës së primareve i ke në listë mbyllur, pa diskutim dhe në listë hapur, por dhe në listë mbyllur. Kështu që e gjitha jo çfarë tha zoti Meqe dhe çfarë thuhet nëpër banaqet televizive nuk është e vërtetë, po është në kuadrin e fushatës negativiste. Ja ta dëgjojmë te zoti Meqe. Po jo, për procedurë duhet të ketë një reagim nga zoti Meqe. Të konsultohet me listën pastaj. Okej. Duhet ma kundërshtoj. Jo, në lidhje me këtë që sapo the. Më falë, zonja Tabaku ishte një nga më të votuarat në... Tani është fakt, zonja Jorita Tabaku është një nga më të votuarat në Tiranë, në primare. Nuk është në listë të sigurt. Një tjetër kandidat nga më të votuarit në Kavaj. Nuk është në listë të sigurt. Këtë pra po themi. Të thuash që primarët ishin fej dhe u rrëzuan, ti po godet procesin e primarëve. Ndërkohë të thash në 10 qarqe, ti ke më të votuarit i ke në listë mbyllur. Ju lutem regjia pak Tiranën. Ju lutem pak Tiranën. Më thuaj një nga primaret në listën e mbyllur të Tiranës, zoti Logu. I dyti më i votuarit. Kush? Klevis Balliu. Po, vetëm Klevis Balliu. Po sepse, atëherë, Fjori, tani, në hartimin e listës, tani, duhet keni parasysh, hyrë shumë komponentë. E para, drejtuesit e qarqeve. E dyta, kuota gjinore. E treta, kuotat statutore. Keme statut që kreu i LDK-s dhe kreu i FRPD-s hynë automatikisht kanë kuotat e tyre në listë. Hynë kuotat e alatëve. Hynë kuotat e flukseve të brendshme në parti. Pra, nuk bëhet kollaj. Pastaj, merret në konsiderat elementi i besimit fetar, merret në konsiderat dhe përfaqësimi në shtrirje gjeografike që ti të mbulosh pothuajse të gjitha njësitë administrative të atij qarku. Kështu që
Fjori, nuk është kollaj të bësh një listë. Aq më tepër bëhet fjalë për listë koalicioni, ne kemi për shembull një element nga aleatët, ty të futen në listë mbyllur 2 gra, Erisa Xhixho dhe Mesila Doda. Kjo praktikisht bëri që 2 gra të PD-s mos jenë në listë mbyllur dhe dalim ta kemi i zonës Tabaku. Kështu që në listë mbyllur ke Josefina Topan dhe Albana Bokshi. Albana është kuotë statutore dhe drejtuese qarku, gjithashtu dhe Josefina Topalli që ka mbuluar drejtuese politike, që ka mbuluar diasporën. Kështu që prandaj them që nëse do ndalemi emër për emër, hajde të ndalemi dhe analizojmë, por procesin e primar, procesin në tërësi nuk e rrëzojmë dot, sepse ka përfaqësi të primar, më të votuarit e primarëve i ke në listë mbyllur. Bledion Albati, Qarkun Korç, e ke në listë mbyllur. Ledina Aliolli, e ke në listë mbyllur. Sajmir Korreshi, me Sharkën, 2 më të votuarit, Luan Baçi, 3 më të votuarit e primarëve. Tani për ta kthyer, të lutem, për ta kthyer në bashkëbisedim. Do doja një ndërhyrje edhe nga Zoti Meçe. Zoti Meçe. Nuk më vjen mirë që ka emra në llojin e debatit edhe që personifikohet gjëra. Ilustrova, jo, nuk e ngrej diskutimin mbi emra. Unë ilustrova shembuj. Verifikojni, në qoftë se nuk janë vërteta, kërkojnë ndjes publike, por janë të konsultuar me ta mbaroj të po. Se kisha me ty personalisht gjë, nuk kisha me ata emra, se me ta do flas tani. Më thënë se ç'bën Zoti Meça, ka dinjitetin, ka personalitetin e tij, po në këtë debat thjesht po mbaj qendrimin tim dhe nuk po merrem me ty. Se po mora me ty, ti nuk e gjë tjetër veç se simbol i atij personi, i cili me pathosin me të cilën flisje para ca kohësh për dikë tjetër, me atë pathos luftova atë dhe tani po del me pathos për këtij tjetrit, që nuk tregon stabilitet, dhe unë këtë po diskutoj, që unë stabilitetin e kam në raport me Partinë Demokratike, zotri, dhe nuk kam ndjekur dhe nuk do të ndjek agjenda personale, nuk më komplekson dot për këtë. Kështu që atë propagandën qeveritare, atë fushatën negativiste që ju ka orientu Edi Rama për të damkos, baltos Partinë Demokratike se s'ka ç'thot Partia Socialiste, atë mbaje për vete, sepse je pjesë e propagandës. Nuk më komplekson do ti pse qëndrova në Partinë Demokratike. E para dhe e dyta, nuk e mbron do ti listën e Partisë Socialiste që ndahet mes petalësh të trëndafilit socialist dhe petalësh të Spakut. Ke listë që hyn dhe dalin nga dera Spakut. Listë kriminale, listë inexistente. Petalet e Partisë Socialiste kanë zero njohuri nga shtetëformimi, kanë zero kulturë se si miratohen e bëhen ligje, dhe kemi nga ana tjetër këto petalet e Spakut që kanë një kulturë që janë të mbingarkuar në kulturë, aq sa janë në akuzë për shpërdorim të tyre. Kështu që ja 2 modelet të cilat Edi Rama do i fusë nesër në parlament dhe do miratoj ligje. Këtë shpjegoja shqiptarëve ti. Qa përfaqëson Ilva Gjuzi, Milva, që ka ajo, që futet në listë me zero kontribut, vetëm se i bë like Edi Ramës, e pranuar vetë nga goja saj në deklaratë. Kështu që mos u merr me mu, ose vazhdo me mu, se s'ka ne gjë, por nuk më komplekson dot pse unë qëndrova në Partinë Demokratike. Mbroje listën e Spakut po mundet. Atëherë, zoti Meçe. Vazhdojmë? Po. E shujti ajo të... E shujti? Po, vijonit, lutem. Atëherë, po marr një personazh, me qenë so fort për personazh, është me mbiemër Çapja. Në Elbasan. Çapja është përfaqësuesi i një nga grupeve kriminale të Elbasanit. Deri dje ndërtove skemën që Edi Rama po udhëheq me grupe kriminale, po pe në listën e sotme nuk shef as Shela, as Bajra, as Kutigjon. Ai grupi kriminal është Çopja, jo Çapja, o zotri. Kupto ç'a flitet? O Fjori është diçka naja, mo. Po lëre për ta përfundoj dhe pastaj vazhdoni, të lutem. Çopja, jo Çapja, o zotri.
që i thu listës Partisë Demokratike. Jam besnik, po pse ore? Elisha Spiropali nuk është besnik e Edi Ramës, Taulan Balla s'është besnik e Edi Ramës, Elisha Spiropali s'është besnik e Edi Ramës, Blerina Gjylameti s'është besnik i Edi Ramës, Talina Ibrahimaj s'është besnik. Po që janë të muhabete mo? Argument është besnik i Sali Berisha. Po besnik është. Qa do thotë që është besnik? Qa do thotë? Është i vjetër, duhet i ky. Vetëm në propagandën e Partisë Socialiste qëndron që ti konsumosh në pozitë pa pas pushtet. Taulan Balla, Elisha Spiropali dhe gjithë këto ish-ministra që kalojnë nga skandal, këto nuk konsumohen. Konsumohen këto të opozitës që nuk kanë pas as i ditë pushtet. I thojnë Flamur Nokës ik. Flamur Noka ka gjithë jetën që merr në organizimin e partisë. Tani, një njeri me eksperiencë në organizimin e strukturave i thënë ik. E kupton tani që analizë bëhet, e kupton çfarë baltosi i bëhet listës dhe alternativës Partisë Demokratike. Kjo është propagandë. Prandaj e thash, është fushat negativiste e Partisë Socialiste se s'ka çfarë thotë. As çfarë ka bërë dhe as çfarë do të bëjë. Atëherë, do ta lini ta mbaroj të gjithë mendimin e tij zoti Meça? Nuk mund të çapja me çopja, se janë dy fisë ndryshme. Po, zoti Meça. Do më jepet të drejta si minutazhin tim të paktën sot më. Po. Personi me cilën flas nuk është herë parë që flas herë tjera, po gjithmonë minutazhin e shpije në ekstrem, shiqyr ka vokabular. Keni gjithë kohën e dur. Unë dje dëgjova një fituse në Elbasan, e cila bëri denoncim publik. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj. Ajo bëri denoncim publik dhe tha telefonin tim me kërcënime që na vjen nga fisi Çopja, nga Ganglia, që është fis kriminal, i regjistruar në rekordet kriminale të policisë dhe të agjendës propagandistike të palëve, po e shpije sot në SPAK. Nuk e them unë këtë gjë, e tha një gocë e cila ka qenë aktiviste në Elbasan dhe ishte fituse në Elbasan. Por me qënë se më kapët Koçën dhe Pogradecin që unë i njoh mirë dhe Devollin, dua të jap disa të dhëna mbi ta shqyrtërën proces në Korçë për të kuptuar se ç'ishte edhe këta fituesët, ndër të cilët quhet edhe njëri në Albani. Në Korçë, gjithë qyteti Korçës me fshatrat e bashkisë të Korçës kishin 2000 votues, nga të cilët votuan vetëm 1000 votues. Në lista ishin 2000, votuan 1000. Në zonën e Devollit, ku fitoi ai i cili është fituesi më i madh i votave në këtë proces, ishin 1400 votues dhe votuan 1200 votues. Në Pogradec, që është gjithë Pogradeci bashkë me bashkinë, që përfaqësohet nga 30 e ca mijë votues, mos gabohem, ishin vetëm 600 votues. Si mund të flasësh ti që ke bërë një proces të rregullt kur nuk ekziston proporcionaliteti midis popullatës, përfaqësimit popullatës? Si mund pretendosh që Devolli, i cili ka shumë 5000 persona, na e zgjodhi në Albatin me 1300 vota, Pogradeci, i cili ka 30.000 votues, mori në proces vetëm 600 persona, Korça që ka mbi 760.000 votues, kishte vetëm 1100 votues. Me kë flisni, me çfarë broçkon flisni juve për këtë proces? A doni të vini tani në Tiranë? Në Tiranë kishim një proces ku konkuroi një Këlliçi që keni ju, së bashku me doktorin Aliben, së bashku me të ndjerin. Dhe që ndodhi? Ju ndodhi që në Tiranë, në qytetin e Tiranës, në qendër intelektualizmit shqiptar të Partisë Demokratike, fiton doktori, ndërsa në periferin e manipuluar të vjedhur fitoi Këlliçi. Ky është procesi me cilin ju prezantoheni. Por i dashur, sa po thatë një shprehje që mua më intrigon në gjithë atë që unë thash dhe që është ajo që thash unë.
Po. Me statut i keq do futësh gjithë këta, e do futësh gjithë ata, e do futësh atë të gruas, e do futësh atë të rinis, e do futësh dhe përfundimisht në listat pa u bërë këto primare tuaja, ishin 35 deri në 40 veta që ishin listë mbyllur. Përse i bërë atëre këto primare? Për çfarë i bërë? Përse i bërë, më zotni? Sepse ti listë e kështë të mbyllur. Sepse ti listë e kështë plotësuar me statut, theti, me statut. Gruaja do futeshe, po dhe koalicionet do futeshin, po dhe i rinia do futej. Po pse i bërë primare, zotni? Pse i mashtrove elektoratin tatë dhe dole në njërë demagogjike, pastaj dole dhe me skemen dhe the një gjë tjetër me interesante. Që vërtet u po preliminaret, po Dasula nuk duhet fitoj, se s'është besniku im. Vërtet u po preliminaret, pa jo Elbasani, që ishte e dyta, ajo Goca, e cila u largua tashmë, nuk duhet fitoj, se është e besuara ime. Vërtet u po preliminaret, po në Tiranë, ai Kavajsi, i cili garantoi bashkine e Kavajës dhe është e kryetari Partisë Demokratike të Kavajës, nuk duhet jetë në preliminare, nuk duhet jetë sepse nuk është besniku im. Dhe të skemën e manipulimit klasik mbi të cilën i funksionon ajo strukturë dhe të dhash rast të Pogradecit, të Korçës, se nuk duhet të japë të tjerat. Ku manipulimi i të shqyqujtërve fitus të primareve, sepse a i në Albati zotri, a i që dishte karige dhe që sulmonte, Mos flisit të dy një kosisht se nuk dëgjojeni. Tani, kur flasu mos folë, kur folet i së fola. Në të djek mbaje, zotni. Po mbaje se është e vërteta, vedime të vërtetën nuk ndeshes do. Nuk ndeshes do. Diskutimin nga primare të... Të lutem, Besar, se dëgjojsh dhe me shkëputje shumë, nuk e ke mirë audio, ndaj të lutem. Ki nivelin intelektual që në këtë bisedë të mos vish në filozofin me cilën funksionon Partia Demokratike, kur flet dikush në tribun, militanti që sa po e theti që organizoj Partinë Demokratike i sulmon, si flet ti? Sepse du të kuptosh, Partia Demokratike nuk ka humbur nga korupcioni që të dish, po ka humbur nga kultura që transmetoj në qytetarin shqiptare, ku futi primitivizmi në komunikim që përfaqësohet në mënyrën më perfekte nga dy personat fitimtar, Gjunjori Balliu, sulmëtar i cili mori një qafë qasë mori andeja, po ishte sulmëtar, dhe Noka i cili këdo që fletë në parlament e sulmon me karige, me oshishe uj, dhe kjo është ajo kulturë që ju transmetoni të qytetarit, dhe kjo është ajo që ju penalizon në mënyrë posaçme. Sepse besnikët e Berishës nuk përfaqësojnë atë që unë do ta votoja me shpirt, edhe doktorin, edhe tabakun, sepse ata janë personifikim i qytetarisë dhe kulturës tiranëse, por këta nuk mund t'i pranoni ju. Ju pranoni Albana Vokshin, e cila çdo mëngjes del tek shtëpia dhe pret doktorin, sepse kështu duhet të funksionojnë gjërat. Ju përfaqësoni për të thënë ti thash edhe si zgjidhni njerëzit me primare dhe në ç'vend operoni, ju operoni vetëm në fshat, sepse në fshat ju keni manipuluar absolutisht zgjedhjet. Gjithsesi, ka një... primare, zotri, me që jemi... Po, me që u përmend, po. Vetëm në qytete nuk i kanë fituar. I kanë fituar vetëm në fshatra. Meri me radhë të gjithë këta. Kush ka fituar në qytete, këta i kanë eliminuar, sepse qyteti është qyteti. Gjithsesi, Zoti Berisha i ka bërë dhe një ftesë tjetër ditën e sotme në Elbasan, Zoti Dashnor Sula, ka thënë që ta rimendoj, pavarësisht se zgjodhi Adriatik Lapaj, ka kohë për ta rimenduar. Po. Se u thanë shumë pasaksi. Tani, në lidhje me rezultate primareve, ato ka qenë procesi më i shkëlqyer që mund të organizoj një parti në lidhje me zgjedhjet e brendshme. Ka pas 0 ankesa apo pretendime nga kandidatët e primarë, duke përfshirë dhe atë zonjën nga Elbasani që sot na doli, nuk e din zonja, sa në degën e Elbasanit nuk ka pas një funksion. Ndërsa Klodiana Çapi është në kryetare dege,
Tani, në kryetare e degës, normalisht, ka më shumë influencë në struktura, pa më meqe tani, ke bëjë e përgjake, tani janë ca regula që ka pra influencë në kryetare e degës, është në kryetare e degës, o zotëri është në kryetare e degës, do të marrë vota nga të gjithë. Klodiana si ishte mbiemri më ti sa po e the tani. Qapja, Klodiana Qapja. Pra Qapja, Qapja the së Qapja po e Qopja. Po Qopja është bata, jo Qapja, o zotëri. O zotëri si ka Qapja po Qopja, më thuaj njerë. Po meqëm, letë ka. Ma thuaj si e ka mbiemri Qapja po Qopja, zotëri. E dyta, në lidhje me edhe njerë musulmove për mbiemri. Tani ma thuaj si e ka mbiemri, zotëri. Ma thuaj si e ka mbiemri, zotëri. E ka Qapja, jo Qopja. Këtu në listat ti ke me Qapja, jo me Qopja. Qapja është Qopja, mo, jo Qapja. është përfaqësuese e grupit kriminal të Qapjave. Nuse, jo, po. Tani këto teori. Teori, jo. Po para për të vërtetës që bëri teoritë. E vërteta një, zotëri. Një. Të lutem se kupton ti ku filli tani që po të bëri unë? Se këtë mekanizmë i ke filli të pripa ta mbaroj, të lutem se e kam shumë të vështirë dhe Besar dëgjohesh shumë keq po them. Ku e ke? Me këto ndryrë që të bëj unë. Tani verë. Jori. Po. Afro pak te mikrofoni sepse dëgjohesh keq, Besar. Gjithë fituesit e tu janë në fshat, në qytet. Ja ta dëgjojmë pak. Zoti Meçe, ta dëgjojmë pak çfarë thot Besar. Dhe më thuaj pse i bëre këtë proces. Kur gjithë lista e mbyllur e kishe ta dërguar të mbyllur. Po ha pra tani. Po këtë je përgjigje, Listat e PS-së me jepi të vërtetës, jepi përgjigje të vërtetë. Listat e PS-së. E bëre këtë proces. Përse e bëre mos aty? E kishe të mbyllur, çdo gjë. Ke të drejtë, dakor. Kimi me thot, po ç'të kita. Të lutem për ta mbyllur Besar sepse të dëgjoj shumë keq. Atëherë, në listat e PS-së, kësaj radhe u vure një fenomen tjetër. Çokat që bëri Partia Socialiste. Me gjithë respektin për zonjën Iris Luarasi dhe për zotin Julian Zylaj, që çdo natë kanë dalë në përbanaqe televizive si analistë të pavarur dhe e kanë dyndë këtë milet me atë propagandë gjoja si opinionist, Partia Socialiste sot i shpërblen duke i futur në listë të kandidatëve. Jo vetëm ky, po kemi dhe një model tjetër, është zoti Olsi Komiqi, ish komisioner në KPK, giotina e sistemit të drejtësisë, që nxori jashtëloje prokurorit gjyqtar. Partia Socialiste e fut në listë. Çfarë do të thotë kjo? Duke pas parasysh influencën që ka kryetari në hartimin e listave, që praktikisht kemi një listë partijake, kjo do të thotë që zonja Luarasi, zoti Zylaj dhe zoti Komiqi pas kanë qenë disa socialistë që na janë hequr si të pavarur në mendim, si të pavarur në ushtrimin e detyrës dhe në krijimin e institucioneve të reja, dhe pas kanë bërë që shqiptarët këto 12 vite të jetojnë në një realitet të rrem, të orientuar sipas propagandës qeveritare. Dhe nuk është çudi që nesër, apo nëse do kemi zgjedhje parakoshme, apo në 2029, ta kemi dhe zotin Meçe kandidat të Partisë Socialiste. Kështu që të gjitha këto janë dhe aspekte tjera, po s'na la zoti Meçe ta analizonin listën e Partisë Socialiste, bëjnë që të jetë një listë humbse. Dhe një detaj tjetër, Flori. Më dëgjon? Po, të dëgjoj. Po të shohësh listën e Tiranës, lista mbyllur, ka 4 burra, meshkuj, dhe po, disa zonja, po. 8 zonja. 8 zonja, po. E ka atë kuotën, përfaqësimin e kuotës gjinore e ka të përmbysur. Pra në çdo 2 gra ka një burr. Dhe? Ndryshe nga PD, në çdo 2 burra ka një grua. Pra është rrit 30% i përmbysur, jo për kuotën gjinore femërore. Po çfarë ka që nuk shkon këtu? Jo, nuk është se ka ndonjë gjë që nuk shkon. Po pra,
po janë gra me profil të ullët politik. Njerëz që nuk e shqetësojnë. Kush është grua me profil të ullët politik? Gerta Manastirliu? Pirdeni. Kush? Gjuzi, Pirdeni, Manastirliu është ministre. Prandaj pra po them. Po pra, duhet në listë mbyllur, sepse po të shohësh është krejt qeveria aty, është krejt kabineti. Janë institucionet qendrore në Tiranë dhe do të kemi një masakër të votës së administratës, intimidimin e administratës. Në listën e Tiranës ke ministra, zëvendësministra, drejtor të përgjithshëm, nënkryetar bashkie, do bëhet reprezale e administratës në funksion të orientimit të votës për Partinë Socialiste. Atëherë, ka diçka të fundit, zoti Meçe, përpara se ta mbyllim, lutem? Mendësime primitive, se kjo e transmetuar pikërisht në këtë moment nuk ka ku të vejë më. Partitë politike kanë stafet e veta politike të cilët i implementojnë natyrisht në ekzekutiv, dhe kjo është aja i gjës. Është aja i gjës. Dhe thuash pastaj që nga ekzekutivi për të intimiduar administratën janë futur individ në lista, kjo është miopi, është idiotësi politike ta quash, idiotësi, nuk e si e komenton. Sepse ti thua që kryetari i partisë përgjithsisht vjen kryeministër që nëpërmjet kryeministrit të përdor administratën për të intimiduar pastaj gjithë skemën, kjo është idiotësi. Lufta politike bëhet që të merret nga një parti drejtimi i vendit, figurat politike kalojnë në administrim me ekzekutiv dhe pastaj anas tjetër ku bëhet procesi ekzekutivi i evidentuar implementohet në grup parlamentar. Kjo është logjike e gjës. Po të penalizosh dhe këtë logjik dhe të ndjesh argumentin që kalimi i ekzekutivit në parlament bëhet për të intimiduar administratën kur deri dje ngritën një plot tjetër, që administrata është e mbushur me patronazhist. Pastaj them, po mirë, këtë do intimidojnë këta patronazhistët, ta angazhojnë patronazhistët edhe që ndrosi logjik. E kupton se absurd janë në arsyetim këta njerëz. Do të thënë në vakum total për argument, prodhojnë absurditete që nuk funksionojnë. Që nuk kam që bëj më tutje me këtë person, i dili karakterin e vetë përfundimisht nga besniku i Lulzim Bashës, që ishte armiku numër 1 që u ngrit kundër Berishës të goditur nga Amerika, si një person i cili në anti-amerikanizmin e vetë, cënonte rënd interesat e Shqipërisë, i cili Lulzim Basha u fut në këtë proces absolutisht për të prodhuar një strukturë politike që ishte kundër strukturës politike të Berishës. Dhe në ditë bukur, loku kalon me njerë brenda ditës, se ishte e çuditshme se 2 ditë përpara ishim në një emision bashkë dhe përsëri kemi bërë një debat ku ky ishte më i flakti Lulzim Bashës. Kur e dëgjoj të nesër me nun doli kundër Lulzim Bashës apo me Berishën. E mirë se gjithkush ka të drejtë të ndërroj mendje, a? E të më thuash mua që ka identitet Albana Vokshi përballë ku ti gjë unë, po mos u merrni me njerëz. Unë ka pa filozofi. Një filozofi e cila u transmetua që ditën e parë unë do bëj reformimin e Partisë Socialiste nëpërmjet këtij mekanizmi, do të hap rrugën për futjen e elementit të ri, i cili natyrisht për lokun nuk është i njohur, se s'ka si tjetë i njohur, por për Partinë Socialiste brenda strukturës vetë është i njohur dhe të gjithë ata njerëz që ajo ka ngritur e di vetë çfarë bën. Të merresh tani ti me një individ, nuk e di kush është ai individ, dhe thuash çfarë identiteti politik ka ky individ, unë i them zotëri. Fakti që Rama i hap hapësirën që ky të identifikohet politik dhe fakti që Edi Rama mbi 70% të fluksit të futjeve në lista e ka të rinj dhe ka marrë guximin që këta të rinj t'i fut në politik, kjo quhet pozitive për mua pavarësisht se për Rama. Atëherë duhet ta mbyllim, më duhet ta mbyllim, ju lutem. Fakti ricertifikon fosile 30 vjeçare. 30 vjeçare, e kupton që Partia Demokratike për 15 vjet nuk ka një prurje të re. Zoti Meçe, zoti Logu, ju falenderoj shumë për bisedën. Duhet ta mbyllim. Si prurja më pozitive në Partinë Demokratike është Albana Vokshi 1, Tirtan Sheu 2, duhet ta mbyll. Loka 4. Ti thua ka prurje që do të kemi revolucionin. Ju lutem, më duhet ta mbyll.
Me këta individë Ju do të pres bëjnë me pushtetin shumë Berisha, kënaqësi me në këta. studio javën e ardhshme, ju lutem. Me këta, dhe ti thua që këta janë që tani do ta sjellin pushtet Berishën, kjo është absurditet. Që nuk kam thënë tutje, nuk kam thënë, më vjen mirë. Besi është dita e verës. Ta urojmë njëri tjetrin gëzuar ditën e verës. Dhe e mbyllim. Fjori, Po. në Banakun tat solle një përfaqësues tipik të Partisë Socialiste në pritje pas 10 vjetësh të jetë deputet i Partisë Demokratike dhe një përfaqësues tipik, është tipik i oscilacioneve të Partisë Demokratike, po minimalisht ishim të dy mes për mes dhe Banaku jot nuk është banak propagandistik, por është një tribun ku dy individ, kushdo qofshin, ballafaqojnë mendimet e tyre, po jemi dy të barabartë. Unë ju pres sërish dhe jam e bindur që do ta gjejmë gjuhën e përbashkët. Faleminderit shumë gëzuar ditën e verës. Faleminderit zoti Meçe, faleminderit shumë zoti Logu, shkëputemi për pak publicitet.